substanciale. Po të pëlqen pyetja. Gjitha pyetjet janë substanciale nga zoti Shumë Lisoka. interesante, belem pjesa e parë është excellent. Dëgjam, kjo është një narracion që është tentuar me u kriju nga zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se betejë qysh në fillimet të saj, veçanërisht zoti Aziri. Zoti Aziri, po. Zoti Aziri, njëri prej ujqëve të vjetër të politikës, ka tentuar me fut në diskursin e politikës, e zhargonit, do me thonë, javët e fundit, se kemë bëjmë një betej dhëm për dhëm mes zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Ka dash me rrit, do me thonë, me arrit, thjesht me thonë, me arrit fitilin lomës, me bo ma shumë dritë. Por, kjo nuk u vrejt në elektorat. Dhe taktikat... S'kena shkua lanë zgjedhje. Ndillën jena. Dhe taktikat që kanë ndjek në fushat, taktikat që kanë ndjek në fushat, krerte, subjekteve politike, kanë qenë interesante. Zoti Kurti nuk ka vendos me u marë fare dhe me thonë me rivalt. Janë marrë të tjerët. Po flasë për krertash, potencovar. Ndërsa ka pas një tentativ të vazhdueshme të zonjës Osmani me u marë me figurën e zotit Kurti. Jo tentativ, është marrë me zotin Kurti, s'ka qenë tentativ. Se të vazhdueshme, me u marë, do me thonë, sepse, për me u marë, dëgjam, kur vije nga pozicionet të larta, nuk mundush me ulshu në hipoteza. Me honë është hipotetike që ka ndodhë kjo. Je njeriu më informuar vend. Kurse me Vjosa Osmani Sadriun janë marrë gjithë struktura e partisë, lëvizjeve të vendosje, duke edhe e ofenduar në momentet saktuar. Shemë shumë i gjatë teza. Tre që është shumë e rëndësishme, e kapi kolegu ma herët, Latifi, e tha shumë mirë, masës gjakin në LDK ja kanë zë zonja Hikmete Bajrami. Sepse ato duar trokitjet, ato thirjet, ato flasin shumë. Dhe instikti qytetarëve e vrenë realisht kush është opozitari mirëfillt, kush është kundërshtari real i kujt. Më pastaj, sa i përket pozitave ose vazhdimit edhe një mandat, dëgjo, vendit i shërbet nga çdo pozicion. Nuk është kusht primar, por me pas vetëm parën e vendit. Vetë është e drejtë dhe ambicia politike për pozicione. Jo, kretë në regull, nuk me mohojmë ambicës, po dhëmë që është diçka e paleshme. Vetëm nuk mund të thush që nuk mund të thush që nuk mu vazhdu mandati për të dytën herë radhazi dhe po e prishim krejt lojën. Sa i përket koalicionit... S'ka për qenë për emrin tim, tha zonja Osmani, edhe në intervistën e... Po, a nuk thashe që detshme. Sa i përket koalicionit shpresës që tha zotë A di sa interesant është diçka që kam boli për shtypje, ishte një deputet, nuk e di është, me një debat, dhe thoi ke 4 njohje i ka për kjo qeveri. A di thoi ke gazetari, mërë 4 njohje i ka për zonja Osmani, dhe më në katë shumë, mundon, qëto, nuk po tham që ka banami, për 4 njohje ti ka sjellë zonja Osmani, e ke 4 njohje i ka sjellë qeveria Kurti. Ajo thojke, në emision. Se atë që ato 4 njohje që ka sjellë? Njohje që i ka sjellë, zonja Osmani e thojke që 4 njohje i ka sjellë zoti Kurti. Po i den tash, s'ka nevoja, po ta me të tuar. Një ka sjellë zoti Begjet Pacolli, me Një dy ka sjellë Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë.